Që tash. A flen natën let dhe pa u zgju në ankth çdo orë. A fokusohesh në një punë për një kohë më të gjatë. A ki maramendje dhe lodhje që të duket si kronike. Nëse i ki këto, me shumë gjasa, tu ka falë shkruaj. I thojnë brain rot, s'është ndaj termi komplikum. Ka të bëjë me varësinë nga telefoni e ma mirë tha nga reelsat, video që na bombardojnë me stimulim, po që s'po kallzojnë kur gjo hiq. Si duket janë të mirë mendume që të funksionojnë ashtu, të krijojnë varësi nga kënaqësia momentale që ta jep dopamina dhe të krijojnë breze lehtë të kontrollueshme, të pa interesuar për realitetin, sepse i mjafton virtualja. I marrim si shembull gjeneratën Z në Maqedoninë e Veriut. E kanë bërë një hulumtim në shkolla fillore në Shkup, ku nxënës të klasave të 4-ta dhe të 8-ta janë përgjigj pyetjeve rreth disa tregimeve të shkurta. Rezultatet janë shkatërruese. E mëtej thuhet se 93% e fillorizëve përdorin mjete inteligjente, kurse 24% prej tyre janë non-stop online. Ku po shkon kjo botë? Unë jam Teuta. Ky është Troç. Shkojmë. Troç me Elida Zylbearin. Unë të thras gazetarja ma gazetar në vetë. Kënaqësi. Faleminderit. Sa mirë që u gjetëm të dyja në shtëpinë tonë, edhe që po bashkëpunojmë. Bëjmë muhabet. Për mua kënaqësi e madhe me vërtet. Faleminderit, gjithashtu edhe mua vjen mirë që erdhe te shtëpia jonë dhe urojmë të bëjmë diçka më produktive. Faleminderit për gjithçka deri tani. Për ndryshe është redaktoria ime, por dhe redaktoria e portalvit. Sot flasim për atë që e dëgjuat pak më herët. Ku po shkon kjo botë? Po ta bëj edhe ty pyetjen e parë. Me këtë tru. Ku gabuam? Ku gabuam? Ne çdo herë njeriu në natyrën e vet vazhdon në një mënyrë të jetojë, se del diçka dhe shajnies më e reja, më e mira, tash siç është rrjetet sociale, dhe më pas kur kthehet e sheh se ku ka gabuar. Prandaj ne jemi duke e parë se kemi gabuar me vetë kontrolle. Mbi të gjitha është kontrolli, sepse kur ta mendosh rrjetet sociale, gjitha shërbejnë për lidhjen tonë. Ne për të mirën tonë, duhet të jetë. Ashtu filloi, po. Po ku mbaroi? Interneti, duhet të lidhemi, të kemi kontakt njëri me tjetrin, po jo kontrolli jonë dhe pak ajo babzia e kompanive që bajnë rrjetet sociale, na quan këtu ku jemi sot. Dekoncentrohemi. Disa thojnë në interneti më njeh më mirë se vetën, edhe është e vërtetë. Po, e ke pa, algoritmi si na pikërisht e din se çfarë na zhvesh. Po, sepse ne ndjehemi shumë të lirë duke parë video dhe po vetë je aty, ama na thoj za je vetë. Po, ashtu është, edhe nuk duhet të vësh maska apo të kesh ndonjë lloj filtri ndaj vetë internetit që ne mendojmë se nuk duhet, po që është në fakt e kundërta. Shumë e vërtet. Ato përmes kësaj lirie na njoftojnë ne si qenie, edhe na njohin mirë dhe na japin, na plasojnë atë që na dëmton më shumë ti, ose që na shtin fell e më fell në humner të planifikume. Kompanitë e kanë parë që e kanë analizuar trurin e njeriut, tash unë flasi ato si me qenë aty, ama është fakt duket se algoritmet janë krijuar duke u bazuar në atë kënaqësinë tonë, në atë nevojën tonë për më shumë ato pikat e dopaminës që ne i marrim në tru, ajo kënaqësia e shpejtë, e shkurtë dhe sa më shumë. Pra, modelet e varësive, ashtu kishte një studim që janë aplikuar ajo the black box algoritëm është e ka emrin, që ky algoritëm është bazuar në sjelljet e njerëzve, në atë se si ata zgjedhin që të ketë një farë
dhurate, themi, një farë kënaqësie sa herë që hapi ndonjë reel të ri, ndonjë scroll të ri, edhe prandaj kam bë atë infinite scroll që është pa kufi. Po. Nuk ka. Nuk mbaron ai. Nuk mbaron. Se di, edhe sa herë që e bën research, ajo freskohet para. Edhe këtë e kam parë që mund të përfitojnë shumë më shumë nga vëmendja jonë dhe nga mënyra se ne si përqendroni apo në fakt shpërqendrohemi duke i ndjekur këto rrjete sociale dhe jemi këtu ku jemi. Kështu kur të marrim personal se na njeh mirë, se na jep atë që dojmë, duket pak si një problem i vogël, ama nëse analizon më thellë, në fakt është një industri e tërë edhe shitjet po menaxhohen në të njëjtën mënyrë. E ke pa më shumë ti këto faqe të mëdha që shesin online, qesin reklama natën, kur ti je para gjumit, jes pak si herm, po, gjysmë e fjetur, edhe të del aty një gjë që e ke bë search para 2-3 ditëve, me një çmim pak sale ose diçka, edhe ashtu herm aty, blen. E kam lexuar diku që edhe shitjet janë strategji këto, po. Këto janë gjëra të menduara mirë. Ta gjitha bazohen në atë pjesën kognitive tonë në mënyrën se si truri jonë funksionon. Edhe për fat të keq përpos që kjo brain rot apo kalbja e trurit ka të bëjë me humbjen e aftësisë së trurit për të fokusuar, për aftësisë kognitive, për të njohur, për të qenë më i shkathur, ka të bëjë edhe me dëmin që e bëjnë, është edhe se me blen gjëra pa kontroll, shikon gjëra pa kontroll. Do të thonë, gjitha këto janë nuk janë bash të rastësishme dhe nuk janë më mirë të menduara se sa që e mendojmë që del në pa. Naivitet. Me naivitet. Tash problemi i kalbjes së trurit manifestohet në shumë sfera, nuk është që vetëm tek fëmijët, edhe pse për fat të keq është më e theksuar tek ata se ata e kanë trurin e freshbe, e kanë tabula rasa, edhe ti Gjë gjë absorbon, aty çfarë shohin gjëra që ndoshta duken naive, por nuk ka asgjë naive në çdo kontent, në çdo produkt ka diçka, ndonjë mesazh, ndonjë sjellje, ndonjë gjë që e merr ti, edhe ti e mbush trurin tënd me shumë gjëra që janë të bigarkuara të panevojshme. Prandaj edhe është se ti kur bën nëse scroll edhe çdo video shumë edukative, okay, hajde të themi që mëson diçka, po brain roti lind për asaj se janë produkte pa kualitet, janë produkte që nuk cilin asnjë dobi dhe kjo ta humb fokusin, ta humb atë koncentrimin dhe thjesht aftësitë kognitive për mendimin kritik të humbur. Kështu si term tham, nuk është një gjë e komplikuar se duket sikur vërtet po kalbet truni nuk na shohin fizikisht. Nuk duket, por që manifestohet në tjera sfera. Si do të paguajmë sipas teje? Ti po bën hulumtime të shumta, ke shkruajtur edhe shumë artikuj në webin e Portalbit mu në këtë temë. Pastaj keni bërë edhe një hulumtim, kam bërë në fakt një hulumtim që është njësoj e shkruar në sajt për gjeneratën Z ose fëmijët të shkollave fillore në Maqedoni, në Shkup janë 2 shkolla apo jo që është bërë hulumtimi. Më erdhi keq kur e lexova, vërtet, se si po qëndron tani puna. Po kur të mendoj në fakt se si jetojnë ata 11 vjeçar, 14 vjeçar, klasa e 4, klasa e 8, rezultatet edhe priten të jenë kështu siç janë. Se mendojmë që nuk bën dëm, kalon në shfazë ose diçka. Më kollaj. Shumë mirë. Po që në fund të ditës ndikon edhe atë shumë. Po ja, që këto janë gjenerata tona të re, të ardhshme, të reja, pra ata janë e ardhmja, dhe ne nuk e di si do shkojmë më tutje me njerëz që nuk kanë mendim kritik të mirë të zhvilluar, me të rinj të cilët nesër tash do plaken që fokusin e kanë 10 sekonda, sa e kemi. Aq ishte edhe paramendo ti me një njeri që nuk të dëgjon, një njeri që nuk e merr të dëgjoj, nuk ka durim, as fokus, as durim, as çfarë ti themi që interes të dëgjoj, dhe në fund ti nëse duhet të mësoj nëpër shkolla,
nuk marrin, nuk u hyn në tru, nuk i bëjnë detyra, bile edhe më duket se ullumtimi thonë të se edhe nuk e kuptojnë atë që e lexojnë. Po, kjo ishte Po, më e keqja, po. që s'kuptojnë Edhe fare. ata do duhen nesër të krijojnë, po çfarë mund të krijosh nga dikush që nuk e ka marrë atë diturim për të krijuar. Bazën, aftësitë matematikore, aftësitë kognitive, aftësitë shkallësitë e jetës, ato duhet zhvillohen, ato zhvillohen me punë, me dëgjim të gjeneratave tjera, me lexim të mirëfillt, me praktikim të gjërave me duar kur punon jashtë, kur luan, varet të çfarë moshe, se fëmijët gjithnjë luajnë dhe imagjinata zhvillohet. E ti kur e merr të gatshme nga telefoni, atëherë nuk Bllokohesh, mbet aty ku je. Mbetet aty edhe nesër vetëm overstimulated e kështu ato je, të po, këqijat. të këqijat, haj stimulimi i tepërt, bile ka plot raste që janë anksios, ka depresion, ka shumë sëmundje tjera të cilat lindin nga të përdorimi i tepërt i rrjeteve sociale. Dhe ja, unë mund të flas për profesionin ton, ti ke gazetar, praktikantë të ri që vinë, që nuk kanë nerva të më dëgjojnë. Pastaj e lida më e keqja, me atë mos punofsh. Ashtu thonë? Me suca, e diem të ri. Besoj se e kam dëgjuar dhe këtë shumë e rept, po jo që jam unë e tillë, po nëse i them kolegëve, nëse ti nuk mund të më dëgjosh mua, ku mund ta dëgjosh atë zyrtarin që jep deklaratë që ti pastaj nga kjo që të dëgjoj, të krijoj unë ta kuptoj, ta dëgjoj një herë, ta kuptoj, ta krijoj një informacion, ti informoj tjerët. Nuk mund të të informosh të tjerët nëse vetë nuk je informuar. A nuk je informuar se nuk ke pas fokus, nuk je koncentruar, nuk mund të bësh gjëra produktive. Ne kemi hapim sot plot tava, si vjen dritare në internet, dhe mendojmë se jemi shumë produktiv, se ashtu e do koha, dinamika, edhe kur ta shohësh, ti ke 5 punë gjysmë të mbaruara, edhe pse punon ato, dhe as njerëz nuk e kompletuar. Ne në fakt kështu prapa kamerave kishim një debat ku unë pak si kështu humble që jam si optimiste, dua të mendoj mirë, atë dua të shoh anën e mirë ose të kem shpresë për gjërat. Edhe flisshim me Elitën këtë punën e gjeneratës Z dhe çka më tej ose a është në fakt fair bota që po vazhdon ende të testoj fëmijët e sodit që kanë ndryshuar komplet gjithçka se si ata e jetojnë ditën, e kalojnë kohën, i mësojnë gjërat, mënyra si mësojnë gjërat ose mënyra për çfarë kanë interes e kështu me radhë. Ti parashtrosh pyetjet klasike, nuk të kuptojnë, aty glitchi aty është, se ajo ngërçi, si ti thuash. Ti më the, këtë që e the pak më herët në fjali të vogla, po të doja edhe pak më shumë, se më binde që mirë e ke. Për të qenë një njeri kompletuar më vonë, pasi të arish një moshë madhore, të duhet me patjetër baza e dijes. Që ti të kesh bazë duhet t'i ketë. Çdo njeri duhet si që janë zhvilluar. Të cilat përfitojnë nga testet klasike ose tradicionale që i quajmë. Po, shif, ne jo rastisht në Maqedoni jemi në fund të testimeve, po sa herë që bëhen, jemi në fund të listave, si në testet PISA, si dhe në testet tjera për mendim kritik. Dhe ta themi drejt, ne nuk punojmë as me veten, as me fëmin, as me kolegët. Tash ka prind që vërtet kanë dëshirë të punojnë, po generalisht ne nuk kemi kualitet si që duhet, si nuk mund të matemi me shtetet tjera, edhe tash, si të tja është e drejt, ato që i bëjnë testimet e din, si ndryshon koha, si ndryshon... I updatojnë, si ti ke më shumë informacione? Po gjithsesi se updatojnë, ama nuk mund të updatojt ajo kognitivja, gjëra bazë. Kush është influenceri më i madh? Ajo nuk ka nevojë me ditë. Ama e din gjithë, sigurt. E din, po çka të duhet një njohuri faktesh kështu e dhënë që nuk mund të hyjë në punë asnjëherë në nesër shkon interneti, çfarë do bëj? Ja, ka lufta, nuk e di, bëhet ndonjë gjë. Çfarë do bëjmë ne me njerëzit që janë aq shumë të hyrë, që din influencerët, apo që aq shumë janë të koncentruar në atë botën digjitale, se që në botën reale çfarë si do gjinden? Aftësia e krijimit të gjërave, të mendimit kritik,
të logjikës, të matematikës, fizikës, orientimi, gjithë ato janë bazë. Pa ato nuk mund ne as të lundrojmë, as bëjmë as gjë tjetër. Pastaj se si zhvillohet, ku je më i aftë pas këtyre, ajo është tjetër, ato testohesh profesionalisht. Ja, për gazetar, ke gjëra që duhet t'i plotësosh disa kushte, po e di që e ke shkrimin, e ke atë sintaksën e drejtë, mënyrën se si mendimin e shfaq drejt, eloquent, tamam si duhet. ChatGPT bën tash. Po tash me inteligjencën artificiale ende më problemi i madh, se unë njerë them po ku është inteligjenca natyrale që një pastaj t'ja shtojmë artificiale, plus që nuk është inteligjencë e tillë. Ajo ti mbledh faktet gjitha nga gjitha të dhëna që ne ja kemi dhënë. Po. Ende nuk ka mbrit ajo inteligjenca generale. Të gjeneroj vetë dije. Dhe tash ti nuk... përsëri nuk ka një njeri që i di të gjitha informacionet nga gjithë njerëzit si është më kollaj inteligjenca artificiale. Po ndonjëherë kur ja fut kot. Po, te u ti si thush, po. Më e mira je. Më e mira, po, m'fal, edhe kur shkruan, po nuk është ashtu, po ke të drejtë, më fal, po, mos ja fut kot, si thua ti. Edhe nesër nuk mund të bazohesh as në të dhënat, se ka halucinime, është diçka që është krijuar të ta bëjë qejfin të të gjithë, të ndihmoj normal, po prap të çon në një duhet faktori të dish të dallosh. E kjo është tash ajo besoj dallimi që ne si gjenerat e shohim kur ja fut kot. Por gjeneratat e reja ndoshta i besojnë kështu, bruto. I besoj? Po. Sa e shohun, nuk e vënë në dyshim ulumtimet, po. Do me thënë, këtu gjithë një flasim në bazë të ulumtimeve. Në bazë të asaj, si t'jem, punës që ne bëjmë në bazë të eksperiencës tonë, ama ulumtimet e tregojnë se ja që gjenerata Z është gjenerata më, për fat të keq, e para gjenerata që është më e dobët kognitivisht se sa gjeneratat para prake pre kur bëjnë matjet. Tash në vend që ne të shkojmë për para, të jemi më të menqur, mund të më të menqur, ne... Si që ka qenë çdo gjenerat. Po, si ka 50 vite ndoshta më shumë. Si ka shkuar gjenerata mbi, është më e mirë, më mirë e përgatitur, më mirë një gjërat kognitivisht. Ja që edhe kjo është tregues për diçka shumë serioze, sepse duhet faktori njeri duhet ajo klika mendore e përgatitur mirë që të bësh dallimin si online, si për dezinformatat, si për teoritë konspirative. Po ne jetojmë demokraci, që një popull në trish që nuk mendojnë me mendjen e tyre, mendojnë përmes ChatGPT-s. Një popull që nuk e bën dallimin mes realitetit edhe asaj që është digjitale, është shumë më let i të themi pre e manipulimeve, propagandës, dezinformatave të cilët njerëzit që janë pushtet i shfrytëzojnë. Dhe kur ke turma let të manipulueshme, normal që kemi diktator në pushtet, kemi njerëz që të udhëheqin edhe asë njerëz të japi lirit tua, sepse plus edhe nuk din të kërkosh, se për të kërkuar thash duhet të kesh pak një ngritje intelektuale cila kërkon që të jesh i përgatitur, edhe rrezikohet demokracia, rrezikohet gjithë sistemi, ne si jetojmë këtë mënyrë. Të bëhem pak edhe unë si ato taksistë të vërka konspirativ, po ndoshta edhe jo, pse? A mendon se është me të vërtet me qëllime bome gjithë kjo, që është me mirë mendume, që të vi një ditë gjenerata e manipulueshme lehtë të jetë shumica e botës, që tani më ka filluar të jetë, se është 14-29 vjet, apo ishte diku kështu, po, mosha e gjeneratës Z, dhe të mund të shkatrohet gjë që kemi ndërtuar deri tani si njerëz, të ndryshoj gjithçka në fakt, ë? Po tash gjithnjë ka aktor, njerëz që duan, po provojnë mënyra të ndryshme për të sunduar ndonjë popull, vend, apo çfarë do qoftë. Tërbotën, mundësisht. Tërbotën, po. Ka plot teori të tilla, bile ne kishim të vërtet marrë si një sër shkrimesh për atë se bota udhëhiqet nga një grup, si kebe reptil, si është
Gjapina, që kujti çfarë njerëz. Zvaranik. Zvaranik Ai është, thënë, po? Edhe pastaj që korona është bë në mënyrë artificiale, domethënë gjitha teori që ekzistojnë rrjedhin prej diku për taksistët e gjëra shpërndajnë. Po Ato shumë dëgjojnë. shumë Çfarë edhe dëgjojnë? me gjithë respektin, shoqyrë që i kemi, Patjetër, po dëgjojnë shumë se takoj shumë njerëz. edhe e Kanë shpërndajnë. qejf të shprehen, besoj. Gjithë teoria praktika, eksperienca tregon se brenda viteve nuk është kjo që kur ekziston njerëzimi, ke grup njerëzish që duan të sundojnë në mënyra të ndryshme, në forma të ndryshme dhe gjithnjë e shohin se cila është mënyra më e lehtë, më e kollajshme për të arritë më shumë njerëz. Po. Tash me rrjetet sociale Po. është tepër është tepër kollaj që një mesazh ta shpërndash në miliona, mëse miliarda, për një sekondë. Me një klikim. Edhe normal që këto shfrytëzohen nga, si tash, edhe kemi edhe eksperiencën me qeverinë tonë, me partitë tona që shfrytëzojnë gjëra të cilët janë kanalet e tyre për propagandë, për manipulim. Po, e gjithë kjo bën pjesë të edhe këtu brain rot, ja po. Në farë mënyrë hyn se ti nëse nuk i shef politikanët në mënyrë kritike, udhëhecit, se politikanët udhëhec çdo lloj kryesie që e kemi, nëse nuk e shehen me syrin kritik se ku na çon ky njeri, atëherë automatikisht nuk ke efekt, nuk ke arrit të bësh, ta realizosh atë rolin tënd kritik dhe llogarimbajtës dhe përgjegjës ke një rol shoqëror, nuk je këtu vetë. Edhe secili duhet të rrit diku ta interesoj se çfarë ndodh në re dhe të reagoj për gjërat që nuk janë të drejta. Duhet protestoj, duhet ta realizoj të drejtën për të votoj, pra t'i ndroj pushtetarët. Gjithë kjo është pjesë përgjegjësi e një individi. Dhe ai individ nëse nuk e ka fokusin, se fokusin e ka 10 sekonda dhe merret tankon me video jo kualitative, nuk intereson për vlla smeret, që është gjë e dëmshme. Se ti ke një masë e cila flen. Edhe ke, thash, si gazetarët që nuk janë, domethënë ndonjëherë them, si se pyeti kështu, si se pyeti ashtu. Edhe ajo është pjesë e fokusit. Me fokus të humbur, thash, në rrjetet sociale është problem. Prandaj edhe vendet botërore kanë nisë ta kufizojnë me të madhe. E fundit ishte Greqia, po e para është Australia. I kufizojnë rrjetet sociale për fëmijë deri në 16 vjet nuk mund të ta përdorin. Super. Sepse e kanë pa se është shumë e dëmshme do të humbin popullin e vet. Për fokusin, për mësimin, për mos them tash smundjet, anksioziteti, depresioni, gjitha këto i sjell një infinite scroll edhe doom scrolling si tema. Bash, se të zhyt kështu edhe shko dilpe aty pastaj. Është interesant si është e krijuar të ta mbaj gishtin të vazhdosh të bësh kështu, Është interesant. Nuk është interesant, nëse e zbërthen edhe është mirë e menduar. Ti ke produktet, ne kemi rrjetet sociale, i kemi falas. Po, jo rastisht, me diçka e paguajmë ne, me vëmendje. Me vetën tonë. Me kohë, po. Çdo produkt i cili në këtë kohë që është falas, ti je produkti, jo çdo produkt, çdo gjë që të ofrohet falas, ti je ai që paguan, po jo me para. Me vetën, me kohën tënde. Siç e folëm edhe më herët, është pa që nëse njerëzit i mbyll në një kuti e cila është telefoni apo ekrani, çfarë do lloj tableti, i mbyll në atë kuti ku u jep non stop përmbajtje, zbavitje, kënaqësi, gjëra të frikshme, se edhe frika edhe ajo e zgjon kurreshtin, dhe nuk ke më nevojë të bësh kurrë. As të dalësh, as nuk është më jeta si më herët. Sa mirë kemi jetu ne. Me një vakët. Sa mirë ishte çdo gjë kështu fizike, Po, kam nerva të them, kam dëshirë të ulem, të dëgjoj, ta bëj një muhabet. Tashi nuk, domethënë, në shtëpi, në një shtëpi, nuk ka muhabet. Ka njerëz që rrin me telefon, është televizori edhe është një tablet aty. Edhe i bën 3 gjëra me një herë.
Edhe kjo është multitask. po, edhe aq Shumë mirë negativ, kemi pru shumë punën, keq, se që o, thash jemi në fund të listës për vlerësime, për mendim kritik, për produktivitet. Mu vjen keq që kur dalin jashtë, jo se vendet e jashtme tash mos i idealizojmë. Se në fakt kjo është problemi i botës, nuk është vetëm joni. Po. Ama megjithatë kur dalim me një vend ku ka më shumë struktura për rend, ka talenti jon del si popull, si kështu kemi njerëz që Fleksibil jemi, përshtatemi shpejt. Mësojmë A shpejt. është ma rept, s'ka Po, telefona, s'ka. Po. Atëherë mirë, atëherë se evoluojmë. Po pse se bën jetën këtu? Pse se bëjmë? Pse nuk ka reforma më të mira në arsim? Sepse një pjesë e madhe varet nga ngritja arsimore, nga ngritja intelektuale e fëmijëve, e pastaj e stafit, e vis-a-vis prindërve. Ti nëse shkollat e bëjmë punën e vet, që duhet ta bëjnë, tash një urit janë shumë teorike, domethënë, më duhet edhe kurrikula të freskohen. Freskohen, po jo në atë mënyrë si duhet. Mendoj që duhet shumë reforma të jetë më e kapshme, më e mirë. Me studime që të shihet se çfarë vërtet i ka nevojë në këtë kohë si ta moderne, nuk është, Instagram gjitne, nuk duhet ti mësojmë. Metoda si t'ja shtish të paktën një informacion në kokë, një fëmijës që tani më e ka kështu gjendjen, siç e ka. Ashtu është. Duhet. Të gjesi më të mirën e mundshme. Shkollat. Ajo duhet të jetë fokusi i gjithë, më thëmë, programe të reja, koncepte të reja, po jo me synimin politik, se sa herë qëndrojnë qeveritën, sa herë ka, vini një ministër, hajtë tash një koncept të ri. Vini tjetër, hajtë një koncept të ri. Ende pa i mbarum ky i vjetri? Pa nis, po. Pa nis. Po vërtet, edhe ti, kur i pysim, batëm në një tekst, hulumtim se prej ku e bazon nevojën që ta ndrosh atë konceptin? Kush merret në këtë shtet? Po koncepti ati tjetrit zbën. Pse? Se dojmë. Pse është i partisë tjetër? Po, se është i joni. Edhe keq paguajmë pastaj fëmijët, se ne qeshim qeshim prej zorës, po, se s'mund çfarë do bësh. Thjesht tash nuk ka ushtrime për këtë. Se edhe për këtë kam pyet para pa kamerave, më the që ka ushtrime, se edhe për neve është rënd. Po normal, unë ulem, ta shoh një lajm, po, dhe mbaroj, nuk e di video të qesh aty. Po dhe. Edhe mua më ndodh, nuk është se unë tash rri këtu. Ti që je më pak që nuk e përdori shumë, vërtet tentoj të ruaj veten nga gjërat pa nevojshme. Po ja që hynë edhe sheh gjëra, është nuk mund të evitojmë në këtë gjë, po duhet të vendojmë kontroll, vetë kontroll, vetë cenzurë diku për atë se sa kohë do të qëndrojmë online dhe si do t'i menaxhojmë. Pastaj janë ushtrimet për koncentrim. Janë ushtrimet fizike, kish disa ulumtime që janë nuk është kjo tash, është me vite, dëshmohet se janë më të mira për funksionin e trurit. I ndihmojnë shumë trurit, ushtrimet fizike i ndihmojnë shumë trurit që të zhvillohet, që të ketë si tem një lloj ato lidhjet në mes neuronëve të funksionojnë më mirë. Tash ndoshta nuk e citoj sakt si është, se ishte më shkencor, po. Më mirë, ushtrimet fizike bëjnë dobi edhe por pos fizikes që ne mendojmë se trupin e zhvillojmë edhe trurin. Dhe dalja në natyrë, vetëm ecja automatikisht të vë në pozitë shumë më të mirë se sa duke scroll aty me orë. Edhe ka ushtrime për fokusin, ka gjëra meditimi, ka gjëra që duhet punosh me duar, pa ekran, domethënë ndërton diçka, edhe vetë fëmijët, vetëm fakti që fëmijët mund të luajnë me ato lojrat e tyre dhe nuk mërziten pas 5 minutave, po luajnë më gjatë. S'luajnë. S'luajnë fare. Ja që ti mund ta duash më mirë. S'luajnë. Po duhet mendoj se ajo mungon, prandaj vjen telefoni ti të dhëna që i marrin nga një ekran, një fëmijë i cili ka, ku diun ta zëm 5-6 vjet, një orë ma pak bile, tash nuk i kam numrat, po 10 minuta që i marrin informatën aty, është e barabartë me një njeri që ka marrë informata për 10 vjet
Natyral, pa telefon. Natyral, po, para shumë vitesh. Wow, Domethënë, ajo Gjuna, çfarë i bëjmë trurit vogël? mbi ngarkesë e tepërt e panevojshme e madhe. Prindër, te ut, thirrje mendjes. Jo, është e pa evitueshme, po si thamë edhe më herët, duhet një herë vetë kontroll. Nëse ti nuk e përdor vet, fëmiu nuk të shet dhe nuk e kërkon. Është shumë e lehtë. Pastaj duhet bëhesh manki vet, a di? Është pak më rënd, ama s'ka problem. Mësojmë gjitha këngët. Po ti e din, domethënë pra, ja ti si nën e din më mirë se sa është vështirë. Është shumë e vështirë. Që ti t'jesh produkti, rrjeti social të bësh ti, e telefoni kështu palaço. Gjithçka për fëmijët. Besoj që secili prindër do e kishte bë maksimumin, kështu që edhe kjo temë një shtys që uroj pak të mundohen më shumë, sepse rezultati është i frikshëm. Është i frikshëm, nuk e themi ne, e thon hulumtime, deri dje kemi folur për hulumtime në jashtë, në botë, me shkencëtar të ndryshëm. Tani erdhi te ne, edhe në çdo, nuk e di më, në çdo takim unë edhe në familja më bë shumë e mërzitshme mos rrinin telefona, edhe pse në lajmet i kemi në telefon. Po ajo që them kontroll, tjetër është të shohësh reels, edhe kjo duhet të kuptohet. Besoj që me kohë ndoshta me ushtrime, si shkollat, si prindërit, si vetë shoqëria, si masa të marrin kundër edhe rrjeteve sociale që tu akufizojnë. Ka disa ligje, është ajo European Digital Act që i ndalon disa nga përbërjet që janë të dëmshme, bashkë të dëmshme, dezinformatat, manipulimet, po jo këtë tjetrën të panevojshme. Pra ka disa gjëra që duhet edhe vetë shtetit i ndërmarrë, po pa mos marrë ne vetë masa, nuk mund. Për vete, sigurisht. Mirë, faleminderit Elit. Faleminderit ty. Faleminderit shumë që e bëm edhe këtë troç, fjala siç është, dhe kam edhe një kërkesë për shikuesit. Na tregoni cilën toni ta shihni në troç në episodet e radhës dhe ne ndoshta ju ja plotësojmë dëshirën.